nuk ishin vetëm një xhelozi, po xhelozia ishte dyfish sepse me atë që kam lexuar nga mediat italiane, edhe nëna e autorit të dyshuar ishte kundër kësaj lidhje, pasi sipas dëshmisë së saj, duke cituar mediat, një lidhje me Ilarian mund ta shpërqendronte djalin e saj nga studimet. Po, të konfirmoj që nga informacionet pikërisht që ne kemi të sa afërmi, përveç faktit xhelozisë, ai ka shpjeguar rastin e vrasjes dhe pse ngeli shumë dyshime për të sqaruar se çfarë ka ndodhur atë, dhe ndyshimet pikërisht duke lidhur me atë që ju më thatë, dyshimet që prokurorisë dhe policisë gjyqësore i vijnë janë pikërisht fakti i prindërve, roli i prindërve në atë natë, sepse prindrit siç duhet kanë qenë në shtëpi atë natë dhe e ama si thotë që nuk ka dëgjuar asgjë. Tani çike pamundur që të jetë dhoma gjithë pamundur. Pikërisht, përveç kësaj janë disa rrethana që nuk bindin, jo vetëm roli i prindërve, dhe vetë fakti që versioni që ka dhënë i pandehuri dje në interrogim dhe pse ka pranuar që e ka vrarë ai dhe me thik, ka thënë që mbas vrasjes tapeti është njollosur me shumë gjak, ka gjetur disa rrecka për ta mbuluar, për ta pastruar, e ka futur në 2 thas plastik të zinj, e ka mbyllur në valixhe dhe e ka hedhur në këtë vendin ku ai larg Romës. Për sa i përket gjëja që nuk i bind prokurorin dhe policinë gjyqësore në këtë është fakti sepse valixha dhe thasët plastik që janë gjetur dhe makina të cilën ka transportuar nuk ka pas një shenja njolle gjaku. Është e pamundur që një krim kaq i makabër plus po dhe e ndodhur pak orë përpara që mos lënë shenja. Ky është një faktor që këtu futen skenarët. Po. Tu futen skenarët se si ka ndodhur ngjarja dhe duke thënë që janë në hetim sipër, kështu që gjërat mund të ndryshojnë shumë. Fakti që ai ka bërë, si thon, ka pranuar fajin, sigurisht është një linjë defensive i këshilluar sepse normalisht edhe nga avokati i tij për të evituar si thon burgim të përjetshëm, por nëse nga hetimet del për vetë faktin që ka qenë me rastin e parandamandim, po ka qenë dhe përdorimin e një thike, ai normalisht mund të dënohet me burgim të përjetshëm. Po normalisht këto janë hipoteza, të cilat mund të përcaktohen më mirë mbasi janë mbyllur hetimet. Tani janë vrasje me ju lutem. Vrasje me agravanti që kanë dhe okultim kufome. Kjo është akuza që është për momentin. Pastaj duhet të shikojmë se si do vijojnë hetimet dhe cilat do të jenë akuza përfundimtare kundrejt Markut. Mi lutem. Avokat, ka dy dyshimi i parë është njëherë si ka mundësi që një ndarje me debate, ndërkohë që pavarësisht kësaj, Ilaria shkon për të takuar në takimin e fundit, shkon mëtej në shtëpinë e tij, por edhe mëtej qëndron aty së pari,